si thua, ndër artistët e parë flas shqiptar, edhe aty ka qenë si thua shkolla e parë apo pioneri i parë edhe për pasardhësit e tjerë. Është unë e admiroj, e kam admiruar, unë them përsëri e admiroj, sepse punët e tij janë të gjalla. Janë të gjalla, po. Është një artist i veçantë dhe madje kur kemi evente, kur shkojmë edhe në Ishëm, dhe shikojmë atë busin e tij aty dhe ku prehet në vendin e tij, është shumë domethënë. Është kthyer në tokën e tij, domethënë. Po. Më vjen mirë për këtë gjë. Ai ka arritur të dokumentoj, ka lënë thonin që 6000 vepra, po 2000 të dokumentohen. Tani do të të pyes pak ty, ti vetë ke arritur dot deri në këtë fazë që po flasim, të numërosh sa vepra ke të mijat? Po, të tuat, se pyetje shumë personale, thypa protokollin. Po jo, s'ka problem. Mund të kem 900? 900? Po, mund të kem 900. Wow. Në qofse i llogarisim që kur kam qenë fëmijë, ama në qofse flasim për ekspozita që unë kam ekspozuar, janë rreth 5 ekspozita personale, mund të jenë, nuk e di sa nuk i kam numëruar në bashkëpunim. Mund të jenë 400-500 në total. Po, domethënë të mia që i kam ekspozuar, po pjesëmarrje. Po nga këto jashtë ti ke pasur një eksperiencë shumë të gjatë, edhe vazhdon, po punon për të kapur dhe ekspozita jashtë. Si ka qenë eksperjenca jote me ekspozitat jashtë Shqipërisë? Të them të drejtën, një skeptike si do pritesh, vjen nga një vend në zhvillim, vogël. Eksperienca ime e parë ka qenë në fakt kur kam qenë studente që unë kam studiuar në Kanada në Toronto. Aty ka qenë eksperienca ime e parë në ekspozita. E ke filluar të ekspozosh në Toronto? Po, shiko, ato vlerësojnë shumë artin, artistin, nuk pyesin nga je edhe thjesht shikojnë punën edhe të vlerësojnë nëpërmjet punës. Fantastike kjo, Anila. Dhe kam filluar aty me studentët, që ishim student, dhe e pash aty eksperiencën e parë, emocionin e parë. Pastaj, kur jam kthyer, ekspozita ime e parë së bashku me një artiste tjetër, e cila quhet Eda Arapi, kemi qenë në Gjermani në Bokolz. Në Gjermani, po. Ishte një ekspozitë vërtet le të themi madhështore, sepse bëj në një vend ku tash i duam apo s'duam neve, në Gjermani nuk është se kanë shumë nevojë për artin ton apo për dy artiste të reja, por u priti jashtëzakonisht shumë. Po, unë aty mora pjesë me veshjet tona tradicionale në Telajo. Doja të shkoja me një mesazh. I kishe prezantuar në Telajo, shumë e bukur. Po, doja të shkoja me një mesazh vërtet, se thash Gjermania ka artistë dhe ka patur artistë të mëdhenj, e kështu që nuk do shkojmë neve të bëjmë konkurrencë. Do shkojmë në modesti, me një gjë origjinale dhe të përfaqësojmë veten të vendin ton. Kjo ishte ideja e jonë. Dua të pyes se çfarë njerëzish ke arritur të njohësh në ekspozita të tilla nëpërmjet veprave të tua. Pra, ka njerëz që thonë, vepra jote? Më shpërshkruaj pak. Po, ka edhe unë emocionohem shumë, sepse punët që unë bëj, jo për modesti, po vepra më duket shumë fjalë e madhe. Po. Punimet që unë bëj vlerësohen edhe njihen nga ngjyrat. Nga ngjyrat dhe nga direkt nga emocioni që merr çdo artdashës apo kritik arti. Pra, aty unë gëzohem kur shikoj edhe kam parë punën tënde, sepse njihen kapen nga ngjyrat. Domethënë, ngjyrat që ti përdor janë magnetike. Po janë ngjyra të pastra dhe punoj shumë që të dalin ngjyra të pastra, që të mos meçen me njëra tjetrën, mos marrin nga njëra tjetra. Mos bëhen pis. Vetëm kur dua unë. Vetëm kur do ti, po. Edhe duke qenë se kjo është një teknikë që fitohet me vite, prandaj ndoshta spikatem për këtë, edhe për dashurinë që transmetoj, emocionin që transmetoj. Më pëlqen ndoshta edhe shpirti im kështu është pozitiv, edhe reflekton edhe tek punët normalisht. Ja ku është pranver art. Shumë e bukur, është çelur me datë 20 prill, do jetë deri në datë 30 prill te Galeria e Artit Tiranë. Këtu si lindi është viti i parë që ju merrni pjesë, ja kush është puna juaj? Po. Kjo është, po e tregoj për gjithë publikun, që të kenë mundësi ta shohin. Keni sjell tamam një grua pranvere me lule kuqe, ë? Po, pranverë në art. Doja të vija në fakt ashtu bukur me një siluet gruaje edhe për treguar atë brishtësinë, atë forcën në të njëjtën kohë. Edhe ka më bukur se sa ta përcjellësh, të krijosh diçka le të themi abstrakte edhe moderne në të njëjtën kohë, dhe ta sjellësh gruan ashtu të bukur, të brisht, por edhe shumë
të kthjellët dhe të fortë në të njëjtën kohë. Unë pash që ju gjithmonë karakterizoheni përveç rrethit artistik, keni dhe rrethin shoqëror të mikeve tua që të ndjekin në çdo ekspozit. Si ke raporti? Sa rëndësi ka për ty kjo pjesë, po themi? Shumë e rëndësishme. Te ky imazh janë mikeshat e mia, por ka edhe mikesha që janë artiste, të cilat ishin pjesëmarrëse në këtë event. Këtu është e bukura sepse ne përkrahim njëra tjetrën. E përkrahni. Dhe e bukura kjo është që nuk kanë këto xhelozirat apo konkurrenca. Konkurrencën unë mendoj që secili duhet ta mbajë për vete. Por në arti është vizual, ai kritiku i artit e shikon kush punë blen, kush nuk blen, kështu që nuk na ngelet neve kjo, ne na ngelet vetëm thjesht punojmë dhe të shprehim atë që ndjejmë, emocionin ton. Pastaj e bukur është relative, kështu që unë prandaj jam e qetë në këtë pjesë. Unë kam zgjedhur një këngë për të përshëndetur, nga ato që kam shkarkuar Genti, kam zgjedhur një këngë për të përshëndetur dhe neve do vazhdojmë me bisedën se tash unë mora emocionin e parë. Ato pika që ne kishim vendosur në bisedë do t'i prekim tani. Kjo është për të përshëndetur ty. Cilat ishin komentet e para nga miqt që patën mundësinë të ndjekin pranver art, veprën tënde atje dhe me çfarë përmasash ishte? Më pëlqen domethënë shpreh tamam emocionin në punë të mëdha, pavarësisht që mua më është dashur të them drejtën 2-3 javë për ta mbyllur këtë punë. 2 deri në 3 javë. Po. Se e marrin kështu njerëzit, është ose ngjyrë. Kolosale. Nuk është, domethënë jam përkushtuar vërtet shumë. Kritika ka patur, është pëlqyer. Edhe unë fakt ndalem gjithmonë kur ka kritika se sa kur domethënë ana pozitive dihet sepse miqtë tu normal që gjërat më të mira do thonë. Por unë ndalem tek kritikat, më pëlqejnë kritikat e mjeshtrave të mëdhenj dhe aty ndalem dhe pse jo edhe korrigjojmë veten gjatë rrugës. Fantastike. Unë shoh që në këtë ekspozitë vepra jote është paraqitur mes 40 e sa artisteve, 43 artisteve gati. Po, mbi 40 artistë. Mbi 40 artistë. Po. Që edhe më keni sjellë dhe këtë, sa bukur keni arritur ta dokumentoni dhe në një janë organizatorët të cilët e kanë organizuar aq bukur. Edhe që secili artist do kishte punën e vet, edhe kjo është e bukura sepse është dokumentuar, le të themi, dhe është aty ndër vite dhe nuk presim që nuk presim që ta kemi vetëm në foto, por e kemi edhe të dokumentuar. Kjo është një gjë shumë e mirë. Akrilik në pëlhur. Ju vetë preferoni akrilikun kryesisht? Unë edhe bojrat e vaj punoj shumë. Për shembull klasikën unë preferoj të punoj me bojrat e vajit. Patjetër. Aty është të gjitha. Po. Ndërsa për sa i përket pjesëve moderne që cilat dua që të thahen më shpejt dhe mos marrin ngjyrat nga njëra tjetra, punoj më pastër, janë akriliku, por ngjyrat e bojrat e vajit nxjerr një punë jashtëzakonisht mirë. Unë e di që të bësh piktura gati është një gjë shumë personale dhe shumë kështu. Nuk je xheloze, artin tënd edhe shpesh herë nëse dikush ka qenë interesuar edhe keni shitur veprat e juaja, besoj. Po, patjetër. Patjetër që po. Nuk ka është kënaqësi më vete kur dikush interesohet për ta pasur një vepër tuaj me veten në shtëpi. E vërtet. Kam shumë punë që pse jo preferohen, bien këto është edhe puna e ekspozitës sepse ne ekspozojmë vërtet për art dashit, por pse jo edhe për ata që duan të kenë. Po, por gjatë rrugtimit tim, po sigurisht që ka artëdashtë të cilët të duan punën time, duan të kenë, por ka s'do t'i vëm pozitë, po thjesht për u pyes, domethënë. Po, por në të shumtën e rasteve ka punë që unë nuk dua t'i shes. Nuk do t'i. Ka shumë raste që ti thua jo më falni, po do ta mbajte se më pëlqen shumë. Mbaj atje janë bërë 900 vepra. Ato që kanë më shumë domethënie, ato që jam e lidhur shpirtërisht, jo se jam me të tjerat, por janë disa punë që ti ke punu fort edhe thua, shiko, këtë punë nuk mundem të ta realizoj. Falni, po nuk ashtu do. Po, edhe doja shumë të falenderoja profesor Lazar Taçin, i cili më bëri ftesën, edhe i cili ka qenë ai së bashku me profesor të tjerë që është marrë me çdo detaj, edhe pse në një moshë relativisht të madhe. E kuptova. Pra, e kam frymëzim sepse janë artistë të cilët nuk ndalen kurrë. Nuk ndalen, po. Shumë e bukur kjo. Mirë, unë do të përshëndes me të këngën tani Anila. Të dashur dëgjues, jam në studio me Anila Hetoja, arkitekte piktore. Të flasim pak për arkitekturën, përpara se të shkojmë te kjo zona. Arkitektura është një nga profesionet e tua.
Arkitekte e brendshme. Arkitekte e brendshme, Interior design në anglisht. Arkitekte deri në 5 kate. Deri në 5 kate? Vila më së shumë. Po. Domethënë i ke bërë dhe këtë punë Anila? Kemi bërë edhe këtë. Kur të shikon kështu në plan të parë thua që Anila jo ndoshta nuk mund të bëj një kat, një studio, një gjë. Ti po më bë 5 katet. Po të gënjen ana vizuale ndoshta shumë artistike dhe shiko se kjo nuk po të dërgoj disa foto unë që jam mes ndërtesës, mes pjesës së vaçit. Me punëtor me llaç edhe po prap me beret edhe. Me beret, po. Po sepse nuk e ndaj nga vetja, është kjo është e bukur që jemi ato që jemi pavarësisht profesioneve. Për sa kohësh po e lëvron po themi që në 2012-ën. Që në 2012-ën. Vila, shtëpia? Vila, shtëpi, hotele, restorante, bare, farmaci, çdo gjë. Edhe këto, po everything, po sa bukur. Cila është arsyeja pse të marrin apo të shohin kështu që je loko? Në kuptimin që futesh në terren dhe bën një magji me... Jo, më marrin për seriozitetin që kam në punë. Më marrin shumë miqtë e mi, sepse më njohin, e kanë parë punën time. Edhe për sa i përket loka, për sa i përket dizajnit, po, këtu dalim. Po, sepse dua të guxoj, dua të marrin se e guximshme me çka kam parë. Po, patjetër dua të guxoj edhe gjithmonë vi me këto new technology, edhe pse marr kritika, sepse thon po shiko se jemi në Shqipëri, çfarë do na thua, pse po bëjmë? Shpuna jonë që të informojmë që ka ne drejt teknologjisë po shkojmë. Po. Pra, nuk jemi regres, jemi progres. Kështu që këto ndoshta janë arsyet pse më marrin për të bërë këto punët e. Keni një punë që e veçon? Keni një punë që e veçon kështu më shumë nga të tjerat? Kam punë, nuk dua të them emra se do na merret për reklam. Reklam, po. E kështu që kam punë që i kam. Në butik hotel që e ke qendisur kështu për shefin të. Po e kam qendisur një në Shkodër. Në Shkodër. Po. Edhe këtu në Tiranë. Po. Kam vërtet që kam shumë punë madje edhe piktura që kam lënë në këto dizajn, se kjo është edhe puna ime në fakt. Pasi bëj një projekt, e dizenjoj, vendos edhe piktura. Ku ka qenë momenti që kuptove që piktura nuk ishte thjesht pasion por rruga jote? Kishte një moment kështu të caktuar, për sa pyetje personale tani, e? Po, unë të them të drejtën, unë kam filluar të pikturoj që kur isha 5 vjeç. Dhe këtë e kanë vënë re sigurisht familja ime, prindë e mi. Dhe pastaj kur jam rritur, unë kam studiuar në Tiranë agrobusiness ekonomi. Për të vetë në arsye, sepse në atë kohë kur unë konkurova ishte shumë vështirë për të drejtuar drejt artit, sepse ishin ato kohët e krizave, kushtat civile, vështirësi, edhe mendova të bëj një shkollë të cilën unë nesër kam mundësi që të puncohem, sepse të jemi realist, arti dihet. Por ka ato vështirësi. Sigurisht, por gjithmonë e ndjeja veten të paplotësuar, edhe pse kisha mbaruar një universitet. Mbasi aplikuam në Toronto në Kanada për Skillworks dhe fituam dhe vendosëm atje si emigrant, unë gjëja e parë që kam filluar studimet dhe mendova, unë jam në këtë vend kaq të zhvilluar, jam një pikë uji në oqean. Çfarë do bëj diçka që e ndjej, sepse aty mundësitë janë shumë të mëdha dhe ti nuk privohesh nga aftësitë që ke. E thash, unë kam këtë lindur me mua ky talenti, pse nuk bëj një shkollë arti? Kështu që desh fati edhe dëshira ime edhe vullneti për të mbaruar një shkollë arti. Edhe e them shpesh herë dhe tani jam emocionuar sepse kur ti do diçka, do të arrish, ja del fal punës tënde. Unë aty arrita të konkuroj, aplikova, fitova dhe bursë. Edhe jemi këtu ku je. Dhe jam këtu ku jam. Më vjen zakonisht mirë. Shumë vështirësi, nuk ka asnjë gjë të lehtë. Nuk ta shtron njëri, ja ku është Anila, merre se e meriton. Jo, ke luftuar. Kam luftuar. Gjithmonë buzëqeshte me mua edhe e thoshte, ja Anila, e kishte këtë, nuk është se krenoj shumë, me fëmijët e tij e ndinte, e kishte në përbrëndësi edhe thoshte, edhe Anila Anila me kapele ja doli. E bukur kjo. Duhet të pyes, a jetohet me pikturë sot? Po realisht duhet të pyes, jetohet sot me pikturë? Në fakt, këtë pyetje unë po e them, por duhet t'ja bëje më shumë një artisti piktor që është tamam merret vetëm me pikturë. Kurse ti merresh edhe me gjëra të tjera. Jam piktore, por unë merrem me arkitekturë të brendshme, që do thotë e kamufloj. Ama me pikturë është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Pra, vetëm me pikturën është e vështirë. Cilat pikturat të tuat janë ato që të kanë dhënë më shumë, jo financiarisht, por emocionalisht?
kam shumë punime. Kam një punim që kam pikturuar maman time me veten time, duke ecur të dyja dorë për dorë në një fshat të bukur aty në zonat e Shkodrës. Shumë e bukur kjo. Atë nuk e shes. Nuk e shes. Po absolutisht. A harroj atë thuaj, po. Harrojnë. A ka ndodhur që të njohësh njerëz para këtë ma the, po? A ke ruajtur ndonjë pikturë vetëm për vete? Përveç kësaj? Po kam ruajtur. Kam shumë. Kam një të fundit në fakt që mora pjesë tani në Kapadokje në Turqi. Në Turqi, po. E cila u vlerësua vërtet shumë. Edhe nuk e di, ndoshta edhe ta kam dhënë, duhet ta kesh. Me përmasa të mëdha ishte? Jo, ishte e vogël, është nëna me një fëmijë, ishte në kuadër të luftës. Po flasim për këtë. Po. Po flasim për këtë pikturë të dashur dëgjues. Po të shohësh sytë e fëmijës janë të friksuar, është ajo nëna që mbështet fëmijën edhe për ta mbrojtur nga lufta. Shumë e bukur kjo Anita. Është një imazh i kapur në realitet edhe e sjellur në pikturë. Ja ku është edhe Anila në Kapadokja bashkë me miken e saj. Po, por unë nuk dua ta shes atë. Do ta mbash, iku. Kam derdhur shumë emocion në atë punë. Ta besoj. Duket shumë personale. Arti shqiptar, mungon financa, mungon përkujdesja, mungon përkrahja. Këtë do ta Çfarë do i thojë një artisti të ri që sot heziton të ndjek rrugën e pikturës, po themi ne? Unë do i thoja që të ndjek zemrën e tij, të ndjek talentin e tij. Piktura, vërtet arti është i vështirë, por kur ke talent dhe dëshirë e vullnet, do ja dalësh. Tani unë do bëj një lojë të vogël me ty Anila, më tepër për të kuptuar edhe njerëzit dhe miqtë tu një pjesë tënde tjetër. Një ngjyrë që të përfaqëson më së shumti, cila është? Po, e bardha nuk quhet ngjyrë, por unë ngjyrën e bardhë e përdor shumë. E përdor shumë. Po, nëse është për në pikturë, po themi, është ngjyra e kuqe me blun, të cilat nuk i ndaj asnjëherë. Kë merr më me pasion, po themi apo, ose për kë je? Për pikturën apo për një dizajn interieri? Shiko, interior design mund edhe të venitet edhe të lodhem me kalimin e vite. Me pikturë, me art, nuk besoj se do lodhem ndonjëherë. Absolutisht. Emocion apo teknik? Çfarë ka më shumë në tablot e tua? Të dyja bashkë, sepse teknika nuk mund të jenë pa emocion, emocioni pa teknik nuk shkon. Një vend ku ti ndërron të ekspozosh punimet e tua? Në fakt unë kam ekspozuar në shumë vende të botës, por I përmendim disa? Atëherë kemi në Turqi, në Greqi, Budapest, me Kosovën që jemi një. Patjetër. Shumë nuk e di nëse po harroj Gjermani, Toronto. Ku kemi tjetër? Në Zvicër kam dërguar punët atje, nuk kam qenë prezent. Së fundi në Itali. Në Itali tani, po nuk e di, ndoshta edhe për momentin po harroj. Në Egjipt? Po, në Egjipt. Në Egjipt, po, shikon. Faleminderit. Edhe në Egjipt, po shumë bukur atje. Po, edhe në Egjipt, edhe në Egjipt ishte një shumë madhështore. Dhe pse jo do më pëlqente shumë në Francë. Edhe në Francë. Duat, do doja shumë. Janë shumë fine punët e tua, mund të rrini shumë mirë kam përshtypjen. Uroj, shpresojmë. Dhe pyetja e fundit, një fjalë për artin tënd. Një fjali për artin tënd, si do ta përshkruaje? Unë do ndalesha thjesht tek një fjalë, emocion. Emocion. Pra ti në të lajët e tua vendos emocion. Histori reale nga jeta jonë e përditshme. Po, në të shumtën e rasteve. Por të para bukur. Frymëzohem nga ambienti, frymëzohem nga një muzikë, frymëzohem nga një person i familjes, një person që e dua, frymëzohem nga natyra. Pra të gjitha këto elementë më bëjnë mua që të frymëzohem mbi të gjitha, darkave vonë edhe në një libër që mua më pëlqen. Jam shumë e rrethuar nga librat e historisë së luftës së dytë botërore, sidomos ruse. Interesant. Më pëlqen shumë sepse kemi një bashkë të përbashkëta? Po kemi atë shumë të përbashkëta, nuk e di pse kemi këtë me rusët. Të pëlqen historitë e dashurisë, raportet njerëzore? Më pëlqen historitë konkrete të jetuarit në atë kohë dhe të sjellur aq bukur me histori roz. Me histori, bukur. Dostojevskin për shembull e dua shumë, edhe më pëlqen shumë në narrativat e tij. Po, edhe e preferoj shumë. Edhe kam shumë autorë cilët ju rikthehen përsëri edhe vetëm për të marrë këto emocione. Shumë e bukur kjo. Po. Na dhe një anë tjetër tani. Të gjithë ju që keni humbur nga afër, të paktën aktualisht me që është ekspozuar në Tiranë te Galeria Arti Tirana, keni mundësi të ndiqni një nga punët e Anila Etoja, që është Harmoni, me titullin Harmoni. Ja ku është harmonia, shumë e bukur në përmasa të mëdha,
me 100 e vitit 2026 akrilik. 120 me 100. 120 me 100. Perfekte. Anita, më falenderoj shumë që ishe sot me ne. Për mua ishte kënaqësi edhe jam e lumtur që isha sot këtu. Dhe pse jo, shpresoj të takohemi mbasi të mbarojmë projektet e ardhshme. Projektet e ardhshme. Edhe më vjen mirë që sot koinciduat në ditën e datëlindjes të një artisti të madh, që është Ibrahim Kodra. E vërtet. Rastësia e bukur kjo. Po, ndoshta edhe e keni menduar juve. Ta kishim lënë me porosi do dilte ndoshta në një punë. Jo, mendoj që ty të udhëheq, po themi energjia e mirë dhe ngjyrat që ti shpeshherë përdor. Më udhëheq, prandaj thash që shumë herë në shumë të rasteve kur marr energji negative nga personat, sidomos persona që janë mosmirnjohës, mundohem t'i largohem. Qoftë kjo të rrethit të artit, qoftë kjo të rrethit të punës. Nuk bën dot me energjinë të mirë. Absolutisht jo. Ndonjëherë puna të detyron që të bashkëpunosh, por gjithsesi është aty, është thjesht punë edhe çdo gjë mbaron. Ke bërë ndonjëherë kështu, se jemi në fund të bisedës. Ke bërë ndonjëherë kështu e nxitur nga energjia jo fort e mirë që ke marrë, ke bërë një tablo apo para e bën? Shiko, nuk hedh energjinë e personave në telaj. Nëse ke bërë në një telaj apo si do ta përkufizoje njerëzimin apo emocionin tim. Jo, për shembull, të ka nervozu Gysi dhe Genti e zëm? E kuptoj. Po bëj një tablo tash. Nuk dua që atë emocion. Do doja shumë në fakt që të kisha një projekt se si ta përcidhja tek artdashësit atë anën negative apo mosmirnjohjen e njerëzve, por prapë them nuk dua të çoj kohën time dëm. Arti yt është i bukur, e kuptova. E kuptova, e pa mundur kjo. Anita, të uroj shumë suksese me ekspozitën në Torino, që do kesh tani. Edhe punët që do përcjellësh atje ishin shumë të bukura, një kolazh me ato zonjushat e bukura. Siluet, po. Siluetat shumë e bukura.